Just a second. Mirë, sot bëhet kuvendi I rregullt I Aleancës për Shqiptarët, I caktuar prej janar të këtij viti. Sot 6 prill kemi disa pika të rendit të ditës, kooptimi I disa antarëve të ri në kuvendin dhe në kryesinë e partisë. Kemi një deklaratë për rastin e Koçanit, aktualitetet politike në Maqedoni, zgjedhjet lokale do të diskutojmë dhe ndryshme që mund të propozon diçka për të diskutuar prej antarëve të kuvendit qendror. Besoj se do të ketë atmosferë të këndshme në kuvend dhe kur të mbarojmë me kuvendin, ju informoj